Të përshëndes edhe unë, në fakt një operacion i ndjekur nga Drejtoria Vendore e Policisë së Durrësit me forcat operacionale ka dhënë në pranga persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, të paktën 3 prej tyre dhe persona të tjerë që shoqëronin, të cilët ishin një darkë festive në zonën e Gjirit të Lalzit. Nga ana e policisë dhe gjithë realizimit të saj, duke që kanë pasur informacione të detajuar mbi lëvizjen e këtyre shtetasve deri kur kanë bërë të mundur edhe ndalimin e tyre brenda ambienteve të lokalit. Në fakt në pranga ka përfunduar Xhevdet Plaku 45 vjeç, Proben Smeq alias Gega Leos Drini 23 vjeç, Voltan Xhani 39 vjeç, Jurger Xhani 35 vjeç, Oltion Hasani 38 vjeç, Fatjon Çesja 36 vjeç dhe Alfred Hasane 45 vjeç. Në fakt, një nga personat më të rëndësishëm të këtij grupi që ishin bashkë në këtë tryezë festive ishte pikërisht Xhevdet Plaku, i cili në janar ishte arretisur nga burgu i Italisë dhe pas arretisjes së tij ai besohet në fakt se ka ardhur në Shqipëri duke u fshehur në qytetin e Durrësit për shumë kohë deri në momentin kur forcat operacionale e kanë arrestuar. Sigurisht në lidhje me procedurat e mëtejshme do duhet që të ketë një seancë me qëllim ekstradimin e tij ku kërkohet tashmë në shtetin italian. Në fakt persona të tjerë të rëndësishëm në këtë tryezë është pikërisht edhe shtetasi si Volten dhe Jurgen Xhani, që sipas hetimeve rezultojnë të përfshirë në një ngjarje kriminale të ndodhur në qytetin e Shkodrës, ku është ekzekutuar Elisë Roshkodoli pikërisht me 30 gusht të vitit të 2024, së bashku Volten Xhani dhe Jurgen Xhani janë dy vëllezër me njëri tjetrin, të cilët janë gjetur pikërisht në tryezën në zonën e Gjirit të Lalzit, ku ndaj tyre rëndon akuza e prodhimit të mbrojtje pa leje, moskallëzim krimi për krye autorit të krimit. Sigurisht personat e tjerë janë vërtet një punë e mirë e policisë së shtetit, për shkak se 3 prej tyre, siç e thash, janë me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe në këtë kusht është bërë mundur edhe kapja në flagrante e tyre. Nuk kanë shfaqur as shenja rezistence, nuk kanë shfaqur as shenja dhune në momentin e ndalimit të tyre, gjithçka ka qenë e filmuar nga forcat e posaçme operacionale dhe deri në momentin që ato janë shoqëruar për në Drejtorinë Vendore të Policisë së Durrësit. Ka persona të tjerë të dyshuar apo të gjithë anëtarët e, po themi, edhe të grupit edhe më vete janë vënë në akuzë tashmë? Në fakt është ende e paqartë nëse kanë të bëjnë me një grup të vetëm apo janë pjesë e shoqërisë së përbashkët, por nga gjithë verifikimet nuk rezultojnë të kenë aktivitete të përbashkëta si në aktivitetet të jashtëligjshme ashtu edhe të ligjshme, por edhe nëpërmjet grupeve të cilët kanë vendosur edhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin me qëllim ngjarjet kriminale. Nuk rezultojnë të kenë një gjë të tillë, por kjo nuk e përjashton mundësinë dhe faktin që ato mund të kenë qenë pikërisht për të bashkëbiseduar apo për të marrë iniciativë për të kryer ndonjë ngjarje kriminale, kjo edhe për shkak edhe fakti që janë gjetur me armë në brez dhe me fishek në gojë, çka do të thotë që ishin të gatshëm në rast të çdo sulmi për të kundërpërgjigjur.